Hej, eksplorues të hapësirës sot, po bashkohemi me Tobiason në një aventurë të mahnitshme në hapësirë. Misioni ynë të eksplorojmë universin e gjerë dhe të pabesueshëm. Lidhni ripat e sigurimit dhe vendosni helmetat sepse do të nisemi. A i ndjeni dridhjen e motorëve? 3, 2, 1, nisja! Raketa jone e fuqishme po fluturon përmes atmosferës, duke lënë tokën pas ndërsa udhëtojmë në errësirën e hapësirës. Shikoni, ja ku është toka, duke u zvogëlluar gjithnjë më shumë, ndërsa udhëtojmë më larg. Tobiasi është kapiteni ynë i gushimshëm dhe ai di shumë për hapësirën. Ai do të jetë udhërfyesi ynë në këtë udhëtim të pabesueshëm. Përgatituni të mahniteni nga mrekullitë e universit. Ndallesa jone e parë, ylli i mahnitshëm që ndriçon sistemin ton diellor dieli. Wow, shikoni ato zjarri! Ai është dieli, qendra e sistemit tonë diellor dhe është gjigant. Dieli është si një top gjigant gazi i nxehtë që lëshon dritë dhe nxehtësi. Është aq i madh sa mund të futen mbi 1 milion toka brenda tij. Dieli është jashtëzakonisht i rëndësishëm sepse na jep dritë dhe ngrohtësi. Pa dielin, toka do të ishte një vend shumë i ftohtë dhe i errët. Bimet kanë nevojë për dritën e dielit për të rritur dhe kafshët përfshirë ne kanë nevojë për bime për ushqim dhe oksigjen. Tobiasi po përdor një filtr të veçantë në teleskopin e tij në mënyrë që ta shikojmë dielin në mënyrë të sigurt. Asnjëherë mos e shikoni drejt për drejt dielin me sy të zhveshur, sepse është shumë i ndritshëm dhe mund t'ju dëmtojë sytë. Au! Ndërsa largohemi nga dielli, po hyjmë në sistemin e brendshëm diellor. Sistemi i brendshëm diellor është shtëpia e 4 planeteve shkëmbor: Merkuri, Venera, Toka dhe Marsi. Le t'i hedhim një vështrim më të afërt secilit prej këtyre botëve interesante. I pari është Merkuri, planeti më i vogël në sistemin ton diellor. Merkuri është një planet shkëmbor me një atmosferë shumë të hollë. Është gjithashtu planeti më i afërt me diellin, kështu që është shumë i nxehtë. Pastaj vjen Venera, planeti më i nxehtë në sistemin ton diellor. Venera është e mbulluar me re të trasha që bllokojnë nxehtësinë, duke e bërë atë edhe më të nxehtë se Merkuri. Wow! Tani, shikoni nga dritarja. A e shihni atë planet blu dhe jeshil? Ajo është Toka, shtëpia jone e ëmbël. Toka është i vetmi planet në sistemin ton diellor që dim me siguri se ka jetë. Së fundmi, arrim në Mars, planeti i kuq. Marsi është i njohur për ngjyrën e tij të kuqëremtë, e cila vjen nga oksidi i hekurit ose ndryshku në sipërfaqen e tij. Shkencëtarët besojnë se Marsi mund të ketë pasur ujë në sipërfaqen e tij dhe ata po kërkojnë shenja të jetës së kaluar ose të tashme. Seksioni 4 planetet e jashtëm, gjigantët e gast dhe botët e akullta. Mbani fort, eksploruesirës, sepse po largohemi nga sistemi i brendshëm diellor dhe po shkojmë drejt sistemit të jashtëm diellor. Sistemi i jashtëm diellor është shtëpia e gjigantëve të gast, Jupiteri, Saturni, Urani dhe Neptuni. Këta planet janë shumë më të mëdhenj se planetet e brendshëm dhe janë bërë kryesisht nga gazi dhe akulli. I pari është Jupiteri, planeti më i madh në sistemin ton diellor. Jupiteri është aq i madh sa mund të futen të gjithë planetet e tjerë brenda tij. Është gjithashtu shtëpia e njollës së madhe të kuqe, një stuhi gjigande që ka vazhduar për qindra vjet. Pastaj vjen Saturni, planeti me unaza. Saturni është i njohur për unazat e tij të bukura, të cilat janë të përbëra nga akulli dhe shkëmbi. Shkencëtarët besojnë se këto unaza mund të jenë mbetjet e një hëne të shkatëruar. Sa interesante, tani po shkojmë vërtet larg. Ja ku është Urani, giganti i akullt që është i anuar në anën e tij. Urani është i anuar në një kënd 90 gradë, që do të thotë se rrotullohet në anën e tij. Shkencëtarët besojnë se kjo anim mund të jetë shkaktuar nga një përplasje me një objekt të madh shumë kohë më parë. Së fundmi, arrim në Neptun, planeti më i largët nga dielli. Neptuni është një planet i ftohtë dhe me era të forta me një ngjyrë blu të thellë. Është gjithashtu shtëpia e disa prej erave më të shpejta në sistemin diellor. Seksioni 5, përtej sistemit ton diellor, një univers mrekullish. I kemi eksploruar planetet në sistemin ton diellor, por udhëtimi ynë nuk mbaron këtu. Sistemi ynë diellor është vetëm një pjesë e vogël e galaktikës Rruga e Kumshtit, një koleksion i gjerë jesh, gazi dhe pluhuri. Dhe a e dini çfarë? Ka miliarda galaktika në univers.
Yjet janë topa gjigant të gazit të nxehtë që shkëlqejnë në qiellin e natës. Disa yje janë shumë më të mëdhenj se dielli ynë, ndërsa të tjerë janë shumë më të vegjël. Yjet lindin, jetojnë për miliarda vjet dhe pastaj vdesin, ndonjëherë në shpërthime spektakolare të quajtura supernova. Galaktikat janë si qytete gjigande yjesh të mbajtura së bashku nga graviteti. Disa galaktika kanë formë spirale si rruga e kumshtit, ndërsa të tjerat janë eliptike ose të çrregullta. Universi është plot mistere, dhe shkencëtarët vazhdimisht bëjnë zbulime të reja. Seksioni 6, a jemi vetëm? Kërkimi për jetë përtej tokës. Ndërsa udhëtojmë përmes hapësirës së pafundme, është e vështirë të mos pyesësh veten, a jemi vetëm në univers? A ka jetë në planetë të tjerë? Shkencëtarët po kërkojnë në mënyrë aktive shenja të jetës përtej tokës dhe po shikojnë në disa vende mjaft të mahnitshme. Një vend ku shkencëtarët po kërkojnë jetë është Marsi. Marsi mund të ketë qenë dikur një planet shumë më i ngrohtë dhe më i lagjësht, dhe është e mundur që jeta të ketë ekzistuar atje në të kaluarën. Shkencëtarët po kërkojnë gjithashtu shenja të jetës së tanishme në Mars, të tilla si mikrobet që jetojnë në tokë ose akull. Një vend tjetër ku shkencëtarët po kërkojnë jetë është në hënat e Jupiterit dhe Saturnit. Disa prej këtyre hënave, si Europa dhe Enceladus, kanë oqeane me ujë të lëngshëm nën sipërfaqet e tyre të akullta. Shkencëtarët besojnë se këto oqeane mund të mbështesin jetën. Kërkimi për jetë përtej tokës është një nga fushat më emocionuese të eksplorimit shkencor sot. Kush e di se çfarë zbulimesh të mahnitshme na presin ndërsa vazhdojmë të eksplorojmë universin? Seksioni 7, vazhdoni të eksploroni. Universi po thërret. Udhëtimi ynë përmes universit me Tobiason ka mbaruar, por eksplorimi nuk ndallet këtu. Ka shumë më tepër për të zbuluar rreth universit, nga grimçat më të vogla deri te strukturat më të mëdha. Vazhdoni të shikoni lart në qiellin e natës dhe të bëni pyetje. Leksoni libra rreth hapësirës, shikoni dokumentar, vizitoni muze shkencore dhe planetariume. Universi është plot mrekulli që presin të zbulohen. Mos harroni, nuk keni pse të jeni astronaut për të qenë një eksplorues i hapësirës. Çdo herë që mësoni diçka të re rreth universit, po bëni një hap më tej në udhëtimin tuaj të zbulimit. Pra, vazhdoni të eksploroni, vazhdoni të bëni pyetje dhe mos pushoni së kërkuari i jetë.